Thoni lam të mirë diabetit pa ndonjë ilaç, ja receta. Diabeti është një sëmundje kronike që ndodh kur pankreasi nuk prodhon insulinë të mjaftueshme ose kur trupi nuk mund ta përdorë në mënyrë efikase insulinën duke çuar në nivele të larta të glukozës në gjak të njohura si hiperglicemi. Ka tre lloje kryesore të diabetit. Diabeti tipi 1, i quajtur diabeti i varur nga insulina, i tipi 2, i quajtur diabeti pa varur nga insulina dhe diabeti shtatzanis. Ndërkohë, diagnostifikimi me një sëmundje kronike mund të shkaktojë një impakt të thellë mbi personat dhe familjet e tyre. Ndryshimet që vijnë prej tij mund t'i prekin edhe të gjithë familjen. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sidomos, korrigjimi i dietës suaj mund të mbajë nën kontroll edhe gjendjen tuaj. Prandaj, kjo patologji mund të mbajë nën kontroll duke filluar nga kujdesi për peshën trupore, të aktiviteti fizik edhe të kalimi i ushqimeve të zgjedhura. I sëmuri me diabet mund të marrë çdo lloj ushqimi, por në sasi që ndryshon nga personat e shëndetshëm. Dieta ka shumë rëndësi në mjekimin e diabetit. Sipas Step to Health, do të rendisim në këtë video disa hapa parasor që duhet të ndiqni për të mbajtur nën kontroll rrezikun e problemeve të diabetit. Si fillim, mbani një dietë mesdhetare. Një dietë e pasur me fruta, perime, peshk dhe zarzavate mund të ndihmojnë për të shmangur fillimin e sëmundjes. Kujdesuni më shumë për peshën tuaj trupore. Nëse jeni mbi peshë, humbisni edhe disa kilogram për të reduktuar ndjeshëm rrezikun e diabetit duke përmirësuar mirëqenien e përgjithshme të trupit tuaj. Konsumoni ushqime të shëndetshme. Ushqime të tilla si frutat, perimet, bishtajat, drithërat ndihmojnë për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Kujdesuni me dietën tuaj. Studimet e shumta kanë treguar se vitaminat C dhe K dhe magnezi mund të kufizojnë shanset e prekjes nga diabeti tipi 2. Veçanërisht rekomandohet ananas, perime me gjethe jeshile të errët dhe avokado. Bëni aktivitet fizik. 30 minuta në ditë ushtrime fizike janë të mjaftueshme për të kontrolluar peshën e trupit dhe nivelin e sheqerit në gjak. Bëni analizat e gjakut. Mund të nxjerrni në pa eksperiencën dhe ekzistencën e çekulibrave të cilat pastaj mund të çojnë në fillimin e sëmundjes. Një diagnozë e hershme është në gjendje të vonojë ose të parandalojë zhvillimin e saj. Tregoni vëmendje ndaj këtyre simptomave. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse shfaqen këto simptoma tek ju. Etje të tepërt dhe urinim të shpeshtë, humbje peshe në mënyrë drastike pa bërë aktivitete, vizioni pa qartë dhe gjymtyrë të mpirë. Nëse shfaqen këto shenja, paraqituni tek mjeku. Nënshtrohuni në kontrollet periodike her pas here. Kontrollet në intervale të rregullta kohore zvogëlojnë shanset për komplikacione të rënda që lidhen me këtë sëmundje. Për më shumë informacion, duhet të kontaktoni mjekun tuaj për të marrë një zgjidhje mjaft të mirë edhe për lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Gjithashtu, tregoni kujdes edhe me karbohidratet të cilat i shtoni në dietën tuaj. Mundohuni të hani sasinë e duhur të karbohidrateve nga ushqimi për të evituar gabimet që mund të bëni në dietën tuaj. Nëse vuani nga diabeti, informohuni më shumë rreth problemit tuaj. Sa më shumë të dini, aq më e mirë do të jetë gjendja juaj. Kontaktoni mjekun tuaj specialist për një recetë, e cila duhet të jetë personalizuar për të marrë këshilla të dobishme dhe aktivitetet fizike, gjithashtu edhe këshillat kundër stresit, dhe sugjerohet që të ndiqni rregullat e duhura për të mbajtur nën kontroll këto shqetësime të diabetit. Diabeti është një problem i cili nëse nuk mbahet nën kontroll, mund të shkaktojë edhe më shumë dëme në trupin tuaj. Kjo sëmundje duhet të menaxhohet edhe me kujdesin ndaj ushqyerjes suaj. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk e prodhon mjaftueshëm insulinën ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak, gjë që pasohet me një sër simptomash siç janë drobitje fizike dhe sëmundje të zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për ta mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi i thith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Eltisajt, do të mësoni edhe për ushqimet që rekomandohen më shpesh për dietën tuaj. Do të japin rezultate fantastike në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak
dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë të mbani nën kontroll këto shqetësime. Diabeti i lartë në gjak është një problem i cili duhet t'i kushtoni më shumë vëmendje për të mbajtur konstant edhe luhatjet e tij. Sipas ekspertëve në dietën tuaj, duhet të shtoni drithra të plota ose bukën e elbit. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi, ajo prej drithit të plot të bluar në gur, ka nivele të ulta glicemike. Ato janë të pasura me fibra të cilat ngadalësojnë tretin dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Shtoni në dietën tuaj boronicat, rrushin dhe mollët. Shumica e frutave ka nivele të ulta glicemike sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër. Për nivelin e glicemisë që mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemike sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngu mbetet vetëm me sheqer. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemike, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka nivele glicemike mbi të gjitha më të shëndetshme. Tërshëra. Sipas të dhënave të LTSA, tërshëra ka nivele të ulta të glicemisë dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe B-glukane. Këto substanca përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ulin yndyrën në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe shumë karbohidrate. Shumica e arrorëve janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj. Arrorët janë të pasur me fiber të cilët ulin gliceminë prej 9.55. Ato gjithashtu përmbajnë proteina me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, gjithashtu antioksidantë, vitamina, minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e tyre të papërpunuar. Në dietën tuaj gjithashtu shtoni hudhrat. Hudhra ndihmon uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta dhe veçanërisht i rekomanduar për diabetikët edhe për personat të cilët rrezikohen prej tij. Do të ofrojë një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për menaxhimin e çështjeve tuaja shëndetësore. Kanella. Disa ulëntime sugjerojnë se kanella mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Një studim i vitit 2003 botuar në Diabetes Care zbuloi se diabetikët e tipi 2 që konsumonin më pak se 1 gram afërsisht gjysmë lugë çaj kanellë çdo ditë për 40 ditë kishin nivele më të ulta prej 29% të glukozës në gjak se ata që nuk e konsumonin atë. Drithrat e plota. Përzgjedhja e drithrave si buka dhe gruri i plot dhe makaronat, elbi, misri dhe tërshëra në vend të atyre të rafinuara mund të ndihmojnë në përmirësimin e ndjeshmërisë së insulinës. Një pjesë e arsyes për këtë është dhe fibra. Fibra e tretshme mund të ndihmojë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak duke ngadalësuar kështu edhe thithjen e sheqerit nga ushqimi. Në dietën tuaj mund t'ju vijë në ndihmë gjithashtu edhe pirja e kafes. Pirja e kafes me kafeinë mund të zvogëlojë ndjeshëm nivelet e luhatjeve të sheqerit të diabetit të tipi 2, tregojnë ulëntimet. Antioksidantët që gjenden te kafeja, siç është acidi klorogjenik dhe elementë të tjerë, do të rrisin ndjeshëm gjithashtu edhe qelizat tuaja ndaj insulinës duke rritur përqindjen e tyre dhe duke rregulluar kështu nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj, të bëni një dietë e cila ju përshtatet më shumë gjendjes suaj dhe mbi të gjitha, të mos abuzoni me jetën tuaj dhe të veproni me konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Konsultohuni me mjekun, zgjidhni produktet e duhura që ju përshtaten edhe në bazë të moshës, gjinisë dhe aktiviteteve që keni. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.